Le të mësojmë një teknik shumë të bukur dhe të thjeshtë të shumëzimit të numrave nga numri 6 deri në numrin 9. Për këtë teknik do të na duhen të dyja duart. Emërtojmë gishtat e secilës dorë me numrin përkatës. Gishti i madh do të ketë përkatësisht numrin 6, gishti tregues numrin 7, gishti i mesëm numrin 8, gishti i unazës numrin 9 dhe gishti i vogël numrin 10. Kështu, këta numra do të ketë edhe dora e djathtë. Vazhdoj me konkretizimin me një shembull të thjeshtë për të mësuar më mirë këtë teknik. Kryejmë shumëzimin e numrit 7 me 8. Numri i parë është numri 7 dhe ai i korespondon numrit 7 në dorën e majtë. Numri i dytë është numri 8 dhe ai i korespondon numrit 8 në dorën e djathtë. Të fokusohemi tani te gishti tregues në dorën e majtë dhe gishti i mesëm në dorën e djathtë. I vendosim gishtat përballë njëri tjetrit, si në video, në mënyrë që ata të prekin njëri tjetrin. Numërojmë gishtat që kemi nga dy gishtat e bashkuar e poshtë. Fillojmë me dorën e majtë, 1, 2 dhe më pas vazhdojmë me dorën e djathtë, 3, 4, 5. Dhe ja ku doli numri 5, i cili do të jetë dhe numri i parë i përgjigjes sonë. Vazhdojmë me gishtat e mbetur. Në dorën e majtë kemi 1, 2, 3 gishta. Dhe në dorën e djathtë kemi 2 gishta. I shumëzojmë së bashku dhe del 3 herë 2 baraz 6. Ja ku morëm dhe numrin e dytë dhe gjetëm në këtë mënyrë që 7 herë 8 baraz 56. Ja pra siç e pam, kjo metodë është kaq e thjeshtë dhe e bukur. E provojmë edhe me një shembull tjetër. Për këtë do të na duhet të rivendosim përsëri duart në pozicionin fillestar. Shumëzojmë tani dy numra të tjerë, marrim 7-ën dhe 9-ën. Përkatësisht, numri 7 i korespondon gishtit tregues së dorës së majtë dhe numri i dytë, 9-a, i korespondon gishtit të unazës së dorës së djathtë. Fokusohemi tani te këta dy gishta dhe numërojmë gishtat e prekur me njëri tjetrin dhe poshtë tyre. Kemi gjithsej 2 gishta nga njëra anë nga dora e majtë dhe 4 gishta në dorën e djathtë. I mbledhim së bashku dhe kështu zbuluam numrin 6 dhe ja ku doli numri i parë. Vazhdojmë më pas me gishtat e mbetur. Kemi 3 gishta në dorën e majtë dhe 1 gisht në dorën e djathtë. I shumëzojmë së bashku dhe 3 herë 1 baraz 3. Dhe ja ku gjetëm prodhimin e numrit 7 herë 9 që është 63. Vazhdojmë me një shembull tjetër. Gjejmë prodhimin e dy numrave 8 herë 8. Të shohim së bashku. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, i vendosim gishtat përkatës përballë njëri tjetrit dhe numërojmë nga 2 gishtat që janë përballë njëri tjetrit dhe poshtë. Dhe gjithsej kemi 3 në njërën anë dhe 3 në anën tjetër. Gjithsej kemi 6 gishta. Dhe numri 6 do të jetë numri i parë i përgjigjes sonë. Shumëzojmë tani gishtat e mbetur 2 në njërën anë dhe 2 në anën tjetër. 2 herë 2 baraz 4 dhe kështu zbuluam që 8 herë 8 baraz 64.